Unë e mbajnë mend kur e kam taku Kristalen mas pari, gjona e parë që më ka tregu është qysh ka kalu shumë kohë në biblioteka. Edhe ka lexu libra, edhe aty ka mësu, edhe i është hap një horizont i ri. Kjo e ka pas, ka tregu pse faktikisht unë mas pari jam ra dashni në shkrim të Kristales, e masane e kom pa Kristalen, kur më pak shkru në vitin 2009. Kështu që kemi dasht, kemi qenë fatljum po ashtu, që kemi jetu në Prishtinë, tash jemi fatljum që jemi në Prishtinë, që kemi jetu në Londër edhe kemi pas numër të madh të bibliotekave të fëmijëve ku edhe i ka qu Kristalja fëmijët tonë edhe kanë mësu, kanë lexu, kemi mendu qysh mundemi me bë diçka të tillë në Prishtinë. Pra sot edhe nuk po e hapin vetëm një bibliotek, po kjo është me të vërtetë një dëshmi që kur bashkëpunojmë mrekullit ndodhin. Kristalja i falenderoj nga zemra për këtë iniciativë, po nuk ishte mujt me bo vetë, pa e pas ekipën fenomenale të The Library Project Kosova, ju falenderit Library Project Kosova. Pra, libraria tash po kthehet me fokus në fëmijët tonë, në më të mirët tonë, sepse fëmijët tonë janë të këtij vendi, i përkasin këtij vendi, kanë rëndësinë më të madhe në komunitetin tonë, edhe me fëmijët tonë së bashku po i bëjmë ëndrat tona realitet. Kjo po ashtu është një tregim, një shenjë dashurie për gjeneratat e ardhshme, është shenjë dinjiteti për fëmijët tonë, është shenjë shprese për të ardhmen e qytetit tonë. Kjo bibliotek me vërtet është ndërtuar nga një komunitet i jashtëzakonshëm, nga vullnetarë të shumt,